Përshëndetje miq të Kinotekës, është e mërkura e filmit, e librit, e të ftuarve interesant. Na gjen këtu në Radio Sol 89.0 FM së bashku me kolegun Egon Loli. Përshëndetje të gjithëve edhe nga unë, ju që na ndiqni në valët e Radio Sol 89.0 FM nga makina, se po ktheheni në shtëpi nga puna, ju që na ndiqni në YouTube, në kanalin ton, kujdes rripin e sigurimit, dhe ju që na ndiqni edhe nga Spotify, gjithashtu në kanalin ton. Tani t'ju sqarojmë pak pse I kemi këta vizitorët ndryshe nga herë të tjera, siç jemi mësuar të shohim vetëm kokoshkat e Cineplexit. Kemi vizitor, disa kukulla, sepse sot do të flasim pikërisht për kukullat. Do të flasim për kukullat, do të jetë një nga temat që do të trajtojmë si pjesë, po them, e performancës teatrore, Viola, performanca me kukulla, po një performancë e veçantë, kam përshtypjen, dhe jo shumë e përhapur, e pikërisht për këtë arsye shumë interesante dhe që I bën njerëzit shumë kurioz. Gjithashtu, do të flasim edhe për një temë tjetër që ka të bëjë sërish me artin, po jo vetëm. Me artin e komunikimit, se komunikimin në tërësi përbën gjithë jetën tonë, ne gjithë kohës vetëm komunikojmë përmes gjesteve, se nuk është vetëm të flasim, dhe nuk përçohet vetëm përmes të folurës. Kështu që do të kemi mundësi të sugjerojmë së pari 2 libra që na ndihmojnë të shkojmë drejt perfeksionimit të ndonjë mangësie të mundshme që mund kemi kur bëhet fjalë për komunikimin, dhe pastaj edhe e ftuara që do t'i bashkohet studios së Kinotekës në këtë të mërkur, bën ndër shumë gjëra të tjera edhe këtë. I mëson njerëzit të përdorin bukur artin e komunikimit. Tani unë, Viola, e mbaj mend herën time të parë kur kam folur në publik dhe herën e parë kur kam dalë në media, ose ndër herët e para, dhe në të dyja rastet ka qenë gati gjendje të fikti. Mama, kujto pak. Shkurtimisht. Po, hera e parë në televizion ka qenë, pra në media ka qenë I ftuar në një emision televiziv të pasdites për një temë, nga këto temat që janë soft, temat e bukura, temat e pasdites interesante, dhe u impostova aq shumë sa që isha menduan njerëzit se isha duke folur për ndonjë temë politike, me një super seriozitet për një temë që është kaq soft edhe kaq kështu e lehtë. Po, gjithsesi janë gjithmonë ato emocionet që e shoqërojnë, por edhe fakti që duhet punuar patjetër me komunikimin. Edhe unë e kujtoj. Po njësoj të sikletshme daljen time të parë televizive, e cila fatkeqësisht ende vazhdon të qarkulloj në YouTube dhe çdo njeri në prezantimin e parë ma kujton, edhe pse do doja të mos ma përmendnin, por ka qenë kështu tipikisht një tharje totale e gojës dhe nuk arrija do të merja frym. Nga ankthi, emocioni dhe mbase nga mungesa e eksperiencës, se sa më shumë kaloj koha, aq më shumë ti fillon të përmirësosh veten. Megjithatë, e folura në publik nuk është e rëndësishme vetëm, po them në këto raste që sapo folëm, madje na ra Zoro, ja. Zoro duhet të jetë pak më I fortë. Ose nga unë, se unë kam frikë kukullat e tonë. Dhe po thoja që e folura në publik ka rëndësi edhe në vendin e punës, ka rëndësi edhe me njerëzit e zakonshëm, pra të dish të komunikosh bukur, që të përçosh atë që ti thellë e ke dhe e mendon. Megjithatë, përpara se të shkojmë dhe të flasim për të folur në publik dhe për kukullat me të ftuarën tonë, do t'ju tregojmë 5 sugjerimet e filmave dhe 2 librave që kanë të bëjnë me këto 2 tema. Por jo vetëm kaq, që e dini, në Kinotek gjithçka fillon nga data 30 prill tashmë. Shumë vërtet. Sepse kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme, të cilat I përmendim tani shkurtimisht për të mos humbur shumë kohë dhe pastaj për të vijuar menjëherë me sugjerimet që janë super sugjerime. Unë pak kështu do I konsideroja, edhe pse e thash që kukullat I kam frikë. Por kur elementi kukull është I përfshirë në ndonjë film, mua më ke aty të stacionuar përpara ekranit. Fillojmë me 30 prillin e vitit 1859. U publikua për herë të parë kapitulli I parë I romanit A Tale of Two Cities nga shkrimtari I famshëm britanik Charles Dickens. Në vitin 2004, 30 prill, u shfaq premiera e filmit të njohur dhe mjaft të përfolur për adoleshent, aso kohë po edhe tani, Mean Girls. Dhe në vitin 2011, UNESCO shpalli 30 prillin si ditën ndërkombëtare të jazzit për të promovuar dialogun kulturor dhe bashkimin përmes muzikës. Kështu që të gjithë adhuruesit dhe admiruesit e jazzit gëzuar ditën ndërkombëtare e tyre, dhe më bë qefi që ka në Shqipëri një rritje të paktën nga sa shoh unë të kësaj kulture dhe një dëshirë shumë të madhe, sidomos nga brezat e rinj për ta njohur akoma edhe më mirë. Gjithashtu 30 prilli I 3 viteve të ndryshme është dita e lindjes së 3 aktorëve mjaft të njohura. To you, happy birthday to Kirsten Dunst nga Spider-Man në vitin 1982, happy birthday to Gal Gadot e Wonder Woman në vitin 1985 dhe happy birthday për Ana de Armas e Knives Out
e cila ka lindur në vitin 1988. Gëzuar ditëlindjen goca, uroj që ndonjëherë në jetë kur ju jeni akoma në gjendje të shëndosh për ta kuptuar këtë, ta dëgjoni urimin ton. Okay. Në gjuhën më të bukur që ekziston. Mirë. Mos ta e bëj qefin kështu. Ti lëm këto superlativa. Okej. Se ne I flasim mirë vetes vazhdimisht dhe këtë duhet ta bëni edhe ju. Por e lëm këtë sepse do të shkojmë tani menjëherë tek sugjerimet që kemi për ju sot në Kinotek. Fillojmë. I përmendim shpejt. I përmendim filmi I parë është Pinocchio. Magic. Filmi I tretë Dead Silence. Zemra e nënës. Dhe I fundit The Boy. Flasim shkurtimisht për secilin prej tyre. Do ta nisësh me Pinocchion? Do ta nis. Pinocchio nga Guillermo del Toro I vitit 2002. Në këtë version më të errët dhe më emocional të historisë klasike të Pinokut, kukulla nuk është vetëm e tillë, pra nuk është vetëm një kukull që dëshiron të bëhet një djalë I vërtet, por një krijesë që lufton me identitetin, me dashurinë dhe me humbjen. Historia zhvillohet në Itali gjatë epokës së fashizmit dhe sjell një reflektim të thellë mbi jetën, vdekjen dhe çfarë do të thotë që të jesh njeri. Geppetto, marangozi I vetmuar që ka humbur të birin, krijon Pinocchion nga një trung druri magjik, por në vend të një pralli të ëmbël, ky Pinok është I çuditshëm, është rebel dhe plot me pyetje ekzistenciale. Filmi eksploron marrëdhënien mes babait dhe birit, si dhe presionet e shoqërisë për tu përshtatur. Shkojmë tek filmi I dytë Magic I vitit 1978 me regji të Richard Attenborough. Është një thriller psikologjik që tregon historinë e një ventriloquisti I cili krijon një marrëdhënie obsesive me kukullën e tij. Anthony Hopkins luan rolin kryesor duke ofruar një performancë të paharrueshme që ka ndihmuar në ngritjen e tij si një nga aktorët më të njohur të asaj periudhe. Filmi është një studim psikologjik mbi pasigurinë dhe psikozën e ventriloquistëve dhe marrëdhënien e tyre me kukullat. Magic do të mbetet padyshim një prej klasikëve më të mirë të zhanrit psikologjik. Bukur, vazhdojmë me filmin tjetër Dead Silence I vitit 2007 me regjisor James Wan. Një përzierje e ventrilokuizmit dhe thrillerit. James Wan, I njohur për drejtimin e filmit horror Saw, sjell një histori të frikshme që lidhet me kukullat dhe ventrilokuistët. Filmi ka një atmosferë të errët dhe është I njohur për efektet e tij speciale, si dhe përdorimin e kukullave si simbol të frikës, viola. Ryan Quantin luan rolin kryesor dhe filmi merr vlerësime për atmosferën e tij dhe intensitetin e frikës. Mos harroni, është horror, por gjithashtu kritikohet për historinë, për subjektin dhe për zhvillimin e karaktereve. Dead Silence është përmendur shpesh për përdorimin pikërisht të ventrilokuizmit si temë kinematografike. Dhe shkojmë tek sugjerimi I radhës. Ky është një film shqiptar. Në listën time qëndron ndër të preferuarit. Bëhet fjalë për filmin Zemra e nënës, një prodhim I vitit 1993 me regji të Besnik Bishës, të cilin e përshëndesim. Bëhet fjalë për një grua të moshuar, luajtur nga Tinka Kurti, aktoreja e jashtëzakonshme shqiptare, dhe kjo grua e moshuar jeton vetëm pasi fëmijët e saj ka ndërtuar jetët e tyre, e vizitojnë rrallë, mbase asnjëherë të paktën nga ajo çfarë tregohet edhe në film. Lidhjet me miqt kanë përfunduar dhe të vetmin shok që ajo ka është pikërisht nipi I saj Erioni. Në këtë vetmi ka ndërtuar një realitet paralel. Pra, ata njerëzit që I mungojnë në jetën e përditshme, fëmijët, njerëzit më të afërt, I ka sjellë në jetë përmes kukullave të punuara me dorë. Ajo I përfytyron këta njerëz dhe përpiqet që t'i gjallëroj pikërisht duke përdorur kukullat. Por, ndryshe nga sa mendon pjesa më e madhe e njerëzve, ajo nuk ka probleme mendore, nuk është një njeri I çmendur siç do të përcaktohej nga shoqëria. Çdo mbrëmje I mbledh rreth divanit këto kukulla, flet me to, I ushqen, pra I vendos ushqimin përpara. I vetmi çast kur gjitha njerëz që supozoj duhet I kishin qëndruar afër në jetën e saj, është momenti kur marrin vesh ajo mund të ketë një pasuri. Vetëm aty të gjithë kujtohen. Një shumë klasike kjo. Shumë I bukur dhe I thellë, duhet thënë. Mua më vjen keq që nuk e di nëse ka ndonjë version më të mirë sa I përket cilësisë, sepse në versionin e fundit që unë kam parë ka qenë në YouTube. Po uroj që realisht të ketë një përmirësim të cilësisë, sepse është ndoshta një nga veprat kinematografike shqiptare që nuk duhet absolutisht ta humbasim. E vërtet, jam dakord me ty Viola. Vazhdojmë tek sugjerimi I fundit I filmave The Boy I vitit 2016 nga William Brent Bell. Greta,
një dado amerikane udhëton në një fshat të largët të Anglisë për të punuar për një çift të moshuar aristokratësh. Ajo befasohet kur zbulon se djali për të cilin do të kujdeset nuk është fëmia i çiftit, por një kukull i quajtur Brahms. Prindrit e moshuar sillen sikur kukulla të jetë vërtet djali i tyre dhe japin Gretës një listë rregullash që duhet ndjekur për të kujdesur. Fillimisht Greta e merr me shaka situatën, por shpejt ndodhin ngjarje të çuditshme. Sendet zhvendosen, dëgjohen zëra dhe kukulla duket sikur lëviz. Ndërsa frika dhe misteri rriten, Greta fillon të dyshojë se Brahms nuk është thjesht një kukull, por diçka shumë më e rrezikshme. Gjithmonë këto historitë me kukulla nuk e di pse të mbajnë pezull, të bëjnë të mendosh që kukullat janë një element i frikshëm dhe e di çfarë regon. E thash në fillim që unë kam shumë frikë, kukullat, arushët, gjithçka të tillë, çdo lodër të mundshme i kam frikë. Sepse motra ime dikur më ndiqte me një arush në dorë dhe me një thikë. Ç'fëmijërie të mëshme. Motra jote po pronovë skenarin e një filmi horrori nga këta. Po, kemi pasur një imagjinat si fëmijë të shfrenuar, po mirë që e kemi pasur se tani në epokën e ChatGPT-s. Ska më imagjinat, ska. Shkojmë tek sugjerimet e librave. Arti i oratorisë nga Dale Carnegie dhe fjalimet e TED nga Chris Anderson. Dhe flasi fillimisht për artin e oratorisë, një libër klasik nga autori i famshëm i librave të tillë Dale Carnegie, si të fitosh mish dhe të ndikosh tek njerëzit është një tjetër libër i tij mjaft i famshëm, por nëse flasim për artin e oratorisë, ky është një manual praktik mbi mënyrën se si të ndërtosh besim në komunikim, si të strukturosh një fjalim dhe si të ndikosh emocionalisht tek audienca. Është i qartë, i drejt për drejt dhe shumë i aplikueshëm për secilin që punon me zërin, me publikun ose me ndikimin përmes fjalës. Okej, do të ngelemi tek oratoria. Libri tjetër, Fjalimet e TED, Chris Anderson, është një libër i shkruar nga kuratori i TED Talks dhe është nga udhëzuesit më të mirë dhe bashkohor gjithashtu mbi fuqinë e të folurit në publik. Anderson eksploron si ndërtohet një fjalim i fortë, si e lidh një folës zemrën dhe mendjen e audiencës, si përdoret narrativa, pauza, toni dhe gjuha e trupit për të krijuar ndikim. Ndryshe nga librat klasik të Carnegie, për të cilin sapo foli Viola, ky është më i freskët, më i ilustruar me shembuj konkret nga skena e TED. Mirë, këto ishin edhe sugjerimet për librat, ndërkohë që tani do të shkojmë tek një nga këngët që po bën buj. Për mua është kthyer në një prej këngëve më të preferuara, e dëgjoj shpesh, kështu që uroj ta shijoni po njësoj, Alex Warren, Ordinary. Mirë, ja ku jemi rikthyer dhe në këtë pjesë do të flasim pak më në detaje për atë se çfarë tham në pjesën e parë, për të folur në publik, për ventrilokuizmin, shumë interesant kjo. Nuk kam shumë kohë që kam mësuar për ventrilokuizmin dhe kjo fal personazhit që kemi të ftuar këtu në studio, Viola. Kurse unë Egon, fal ti personazhi që kemi të ftuar në studio, kam një javë pa gjumë. Derisa të mësoj të them ventrilokuizm. Shumë e paske zgjatur. Mjafton një trajnim. Arieta Dhima, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi. Mjafton një trajnimi të folurit në publik dhe ti mund ta shqiptosh akoma më shpejt fjalën ventrilokuizëm. Pra jo për 7 ditë, por për 6. Shumë qejf do të kemi në Kinotek sot. Unë kam insistuar dhe ti e ditë të kem, sepse personalisht mendoj që je një nga artistet më me vlerë që ne kemi në Shqipëri. Faleminderit shumë, wow. Faleminderit që e dëgjoj këtë gjë. Po, e tha Viola zëre se e kam thënë dhe unë. Domethënë ja vlente 5 javë pritje për të më pasur. Arieta, tani ti je regjizore, ke mbaruar apo jo? Unë kam mbaruar shkollën, kam mbaruar Akademinë e Arteve për regji teatri. Tani, sigurisht me një background edhe aktore. Je aktore, regjizore që i ke si thua profesionin bazë. Por gjithashtu je trajnuese të folurit në publik, je motivuese, motivuese nuk mund ta quaj. Po mirë, lërna e neve që motivohemi. Vazhdo, të lutem. Je ventrilokuistja e parë dhe e vetme shqiptare deri tani që u shtofshin ventrilokuistët prej punës tënde. Si mendon Ariet? Të shtohen apo jo? Patjetër, të kemi sa më shumë shfaqje ventrilokuizmi, pse jo? Tani unë doja të pyesja, nga të gjitha këto që thash, që bëra një listë gjatë, cilën ke më pranë zemrës ti? Është me faza, se cila nga këto. Në cilën fazë je aktualisht?
Aktualisht fare, tani që po flasim, jam në kulmin e të folurit në publik, në trajnimet, dhe mbasi ta kem mbaruar këtë sezon, do hym direkt në ventriloquizëm. Dhe ti marrim pak me radhë tani. Unë besoj për ty është dëgjuar, ka pasur shumë intervista, ka pasur shfaqje, dhe jam e bindur pjesa më e madhe të njohin. E njohin pak a shumë kush është Arieta. Megjithatë, si ka nisur gjithçka? Pra, kur e kuptove që ti mund të flisje me bark, thënë thjesht për mos gabuar termin? Me çfarë mund të flisit? Me bark. Me bark. Kjo është e folura me bark ose me gojën mbyllur, pa lëvizur dhe pa u dukur asnjë artikulacion i fytyrës. Kam qenë e vogël. Pra e kam thënë disa herë dhe vazhdoj ta them. Nuk e dija çfarë ishte ventriloquizmi dhe nuk e dija që kjo teknik mund të zhvillohej në këtë lloj forme siç e kam zhvilluar sot. Se po ta dija që atëherë ndoshta nuk do ishte ky rrugëtim që kam sot, por do ishte direkt ventriloquizëm. Kështu që kam qenë diku te mosha 9 ose 10 vjeç dhe kur përtoja të bëja mësimet me gojën e hapur, ashtu siç na detyronin prindërit i bënim, thjesht i bëja me gojë mbyllur. Tani të ka ndodhur se por nuk i kisha thënë askujt sepse kam menduar gjithmonë që mos mendojnë që unë nuk jam mirë. Por realisht jam shumë. Tani të ka ndodhur ndonjëherë se jam vërtet kurioze që një mendim që ke pasur në mendje ndodh shpeshherë që ne e themi me veten tonë, po ti ta kesh nxjerr, ta kesh artikuluar sepse mund të flisje me bark, me gojë mbyllur. Atëherë kam bërë disa tentativa, sidomos kur jam në grupe dhe mund të jem edhe duke ecur dhe dua të bëj ndonjë. Por nuk ja këshilloj vetes, se hap problemet e grupit. Interesant. Filloj mendojnë kush foli, Kush foli. Dhe kjo është fantazma. Njeriu i padukshëm. Nuk jo, gjithmonë them jo Arieta, po ti je vajzë mirë, ç'keti? Pse bën nga këto gjëra? Vërtet mund të shkaktosh probleme, Shumë. Jo, është e rrezikshme. Vërtet? Po nuk e thua me shaka. Jo, nuk e them me shaka. Po sepse kush foli, kush e nga doli. Ventriloquizmi kur ishe 9 apo 10 vjeç, diçka e tillë. Pastaj çfarë të çoi tek regjia e teatrit? Interpretimet që kam pasur në shkollë që e vogël kanë bërë atë që unë të jem gjithmonë para klasës, përpara shkollës, përpara kamerave që vinin në shkollë, përpara çdo aktiviteti që ishte në shkollë, isha unë patjetër. Dhe ka pas një dëshirë tjetër për të devijim në një moment X shumë delikat, adolescenca, por aty ma preng kështu si me gërshër dhe tani jo, kështu që devijim në një fushë tjetër dhe unë sa herë që kam pasur role policësh i kam qarë. Ti ke dashur të bëhesh e policë, por nuk më lejuan. Si ndihesh tani që s'e ke bër? Se di që ekziston. E kam ezauruar përmes roleve, edhe policët, edhe doktorët ose doktoreshat i kam. Po tani që mendoj të shkon në roli policës. Po je ajo policia pozitive. Ajo që të ndalon po gjobën ama. Jo, pse kushta rrugore. Jo, okay, po marr rastin e rrugores. Gjithmonë shoferët e reja këtu. Po pse moj vaj? Shkon qua ku them dhëmbi, se ata hall kanë prandaj. Kështu e dashur. Okej, gjithsesi të shkon ai rol. E lëm gjobën, u kry. E harrojmë policinë rrugore, por roli policës të shkon kur të sheh kështu. Nuk e di ke edhe vështrimin që të depërton edhe si thua nuk të gënjen dot sepse ta zbulon të vërtetën. E shikon që jam pak më sipër se rrugori. Po mirë, në post drejtori pastaj çfarë? Okej. E ke edhe autoritetin të cilin e përcjell edhe në artin skenik, po edhe në një komunikim po them normal, njerëzor. Autoriteti është diçka që normalisht vjen me karakterin, vjen me shumë punë, nuk është i rastësishëm. Edhe duhet të jesh shumë i përqendruar tek vetja dhe çfarë kërkon dhe çfarë do të përcjellësh tek të tjerët. Meqense jemi ke arti skenik. Kështu që nuk është diçka që lind brenda ditës. Është vërtet, është shumë punë. Në vërtet. Për ata që e njohin pak ventriloquizmin, dhe ja tek e thash. Më në fund, pas 6 javësh, 7. Të tregojmë pak më shumë. Cila është tradita e ti? Sa
profesionist apo njerëz të këtij arti ka aktualisht në botë? Në dijenin time janë shumë pak apo jo? Shumë pak janë. Në fakt, kulmin tani e ka në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara janë duke u bërë shfaqje masive në lidhje me ventrilokuizmin dhe janë shumë të pakta ata që e praktikojnë këtë lloj show, sepse kërkon një investim në, le të themi, në personazhe, në kukulla apo në çfarë duam ne si ventrilokuist të vëmë në pah në atë moment që japim show-n. Janë të kushtueshme si materiale, gjithashtu është edhe teknika, që nuk është aq e thjeshtë, pra nuk mund të bësh një personazh brenda ditës dhe nxore për audiencën, duhet pak më shumë investim te kjo pjesë. Është një traditë e vjetër ventrilokuizmi, Arieta? Vjen nga greqishtja e lashtë dhe vjen nga antikiteti, por që zbatohet në show dhe në shfaqje është diku nga 1974 që bëhet një traditë e mirë fillt në Shtetet e Bashkuara. Interesante. Për shembull, raste si ne apo raste si një pjesë e mirë e Ballkanit që ka një gjuhë relativisht të rëndë të bashkëtingëlloreve, për amerikanët është e pakonceptueshme. Interesante kjo. Ndërkohë, të ndalemi tek viti 2019. Po, një event i rëndësishëm ku ti ke përfaqësuar Shqipërinë si ventrilokuistja e parë dhe e vetme zyrtare në Shqipëri. Po. Në konferencë botërore më duket? Ishte në një konvent botëror. Të ventrilokuistëve në Amerikë. Më falni, por këto kufjet janë shumë të mira. Kjo muzika është super. Kush është DJ këtu? Wow. Suna, keni një kompliment nga Arieta. Super, bravo. Tani, të flasim pak për këtë konferencë botërore të ventrilokuistëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2019. Çfarë ishte për ty për te konferencës? 2019 për mua ka qenë një vit sfidash. Në sytë e të tjerëve duke një vit suksesi, arritjesh, Arieta në konferenca, Arieta në folur publik, Arieta në ventrilokuizëm, Arieta sa dhe unë lodhesha duke parë ç'a po bëj. Dhe ndërkohë nga në background kanë qenë sfida të jashtëzakonshme. Nuk dua të them sfidat këtu, por që ti e shifje nga ekrani që ishe suksesshme, si thua, sepse ndoshta syri të tjerëve shikonte kështu. Unë thoja, askush nuk e di çfarë po kaloj, ndoshta do jetë një moment tjetër që do ta shpërfaq atë se çfarë ka qenë 2019. Dhe nuk duam të pyesim për këtë. Sigurisht. Që nuk do përgjigjem dhe nëse do nuk duam ta dim. Sigurisht që duam ta dim, por në një moment tjetër. Në një konferencë tjetër tha, si kjo. Çfarë them? Po pse nuk e kuptove që në konferencë gjithsesi. Kur ti shkon si një e vetme, duhet kuptosh që është një përgjegjësi. Dhe të vjen një ftesë si ventrilokuistja e vetme dhe e parë shqiptare dhe ti duhet të mbaje një ngjyrë tjetër nga të tjerët, sepse ishe për herë të parë, por gjithashtu ishte edhe e vetmja e vendit tënd. Kur ata dëgjuan kur unë bëja ventrilokuizëm në Shqip, tha kjo nuk ka jetë, është e pabesueshme. Okej. Për shkak të bashkëtingëllorëve. Pa. Kemi babi, mami. Jemi shumë të vrazhd, ne kemi një gjuhë shumë të bukur, por për ata nuk konceptohej, sepse ata janë thjesht zanore dhe kjo është një aftësi e lindur apo edhe mund të zhvillohet? Pra unë them që 1% është talent, që është e lindur, pastaj ajo 99% tjetër ose e bën 99 dhe e çon në 100%, ose e lë gjysmë dhe nuk e bën asgjë. Kështu që investimi post 1% është i domosdoshëm në çfarë do lloj fushe, jo thjesht në ventrilokuizëm. E drejt. Tani Arieta, unë dua t'i rikthem pak dy kukullave të tua, Sindit edhe Xhatelit. Apo jo? Ti një vetëm 2. Vetëm 2 një unë. Tani këto po kush foli? Herën tjetër. Jo, nuk ishte tamam ashtu. Herën tjetër do t'i sjellësh në studio. Jo të gjitha. Jo të gjitha, sigurisht, jo të gjitha. Njëra është duke u bërë aktualisht. Okej, shumë bukur. Për këtë do të pyesja, si i jep jetë ti? A përfaqësojnë për shembull Sindi, Xhateli apo kukullat e tjera dimensione të personalitetit të karakterit tënd? Atëherë Sindi kam përshtypjen që është një
alter ego imja. Është një personazh i cili ka ardhur ventrilokuizmi ka ardhur bashkë me Sindin. Sindi më ka sjell ventrilokuiste në këtë periudhë ku po flasim. Dhe Sindi di të gjitha pot, di të gjitha jot, di të gjitha lotët, di të gjitha të qarat, të qeshurat, di të gjitha sfidat, di të gjitha arritjet. Dhe nuk ka se si mos të dali Sindi një alter ego. Xhateli ka ardhur mbas Sindit dhe është bërë i pëlqyeshëm, duke qenë se ne kemi të gjithë një xhatel në familje tona. Kemi një gjysh apo kemi një gjysh zevzek ndoshta ndonjëherë. Po Mua më duket shumë argëtues xhateli. Është interesant, nuk është tamam zevzek, po ai ka një personalitet të vetin që thjesht e do aty edhe pik. E di si më tingëllon mua Arja xhateli? Si ai njeriu që tregon që robi plaket kur do vet. Kush e di çfarë do më thot xhateli mua për këtë që i thash zevzek kur ta marrësh në studio. Shiqur që se kish. Okej, mirë. Tani Gonzo na kishte gjetur. Po, tani kur ti ke performuar herët e para me kukullat e tua, ventrilokuizmin, publiku shqiptar është habitur, është çuditur nga vjen zëri, duke mos e njohur edhe shumë këtë lloj arti skenik. Si e ka pritur? Shika, ajo që unë vura re në performancën e fundit që isha në një kompeticion, vura re që njerëzit kanë përqafuar emocionin dhe kanë marrë atë çfarë ju është servirur artistikisht. Nuk e kanë vrarë mendjen çfarë po bëhet me këtë dhe si e bën kjo këtë. Si funksionon kjo nga pas po. Madje un kam vënë re të gjitha komentet e Sindit kanë qenë, sepse Sindi thotë unë dua të jem njeri. Edhe këtu është sfida e madhe që Sindi na bën të gjithëve ne. Dhe komentet janë, po pse do t'i të bësh njeri, je mirë ashtu si që ne qajmë gjithë ditën, ne lodhemi, ne kështu, ne ashtu, shumë mirë që je ashtu. Dhe nuk e ka komentuar dikush si e bëj unë këtë. Dhe kjo është e bukura e të gjithë kësaj që njerëzit mos të arrin të kuptojnë vështirësinë se si unë e nxjerr zërin e një nga personazheve apo disa, por se sa shumë argëtohen ata dhe marrin mesazhin përmes personazhit. Dhe në fund shohin një dialog mes Arjetës, Sindit apo edhe Xhatelit, se unë di që ka pasur edhe shfaqje me 8 zëra. Po, e radhës do jetë me 9 edhe me më shumë, sepse janë lojë dhe maskotat. Pra maskotat mund t'i vini edhe ju si personazhe. Po të vini nga publiku. Sa interesante. Po, kështu që mund të bëheni edhe ju personazhe real, aty për aty pa tekst, sepse kjo është e bukura. Gjysmës së shfaqjes jemi pa tekst. Pa na kupton njëri. Po ndonjëherë heshtja flet më shumë se sa fjalët thuhet. Do heshtim gjysmën e Jo, sot do flasim nga fillimi. Kjo është ftesa më e bukur. Ftesa më e bukur që ka marr për një shfaqje. Është shumë intriguese. Po, është shumë intriguese. Është një eksperiencë që vërtet nuk e di si do jetë, se kam provuar. Ta siguroj unë që do të jetë super e veçantë. Ne do vazhdojmë të flasim. Jo vetëm për ventrilokuizmin, por edhe për të folurën në publik, edhe për kukullat. U njohëm vetëm me Sindin dhe Xhatelin, që i njohim patjetër të gjithë, po Arjeta e tha që tashmë është duke u përgatitur një tjetër, por më njëherë pas hapësirës muzikore Human Rage and Bone Man. Kënga jote e preferuar. Oh, thank you. Plot surpriza jemi, dëgjojmë dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studion e Kinotekës me Arjetën dhe Egonin për të vijuar bisedën kështu këndshëm si në shtëpinë tonë. Tani, ky Xhateli do vazhdoj të ri vetëm apo do ketë partnere? Shiko, kur do vini të shikoni shfaqjen, se unë jam gjithmonë tek skenari që është ndërtuar në shfaqje, ka surpriza. Do shikojmë se kush është backgroundi i Xhatelit dhe kush është aktualja e Xhatelit. Xhateli po pretendon një njohje me një astrologe. Jo. Sigurisht. Tani do të vini në shfaqje patjetër, kam përshtypjen. Aman ta pyes pak. Ajo është thjesht Nona Nina. Nona Nina. Dua ta pyes për peshoren, se Peshorja. E kam me merak po përjeton kohë të mira. Do keni atje atë natë. Wow, kur gjeti edhe Xhateli partnere, mos ngelt njeri pa gjetur. Jo, po fol, po desh. Ndërkohë që unë jam akoma single, e kupton? Nuk e di tash, duhet të flasësh, marrë këshilla Xhatelit. Patjetër, duhet konsultohesh. Do t'i pyes patjetër.
Shkojmë tek e folura. E folura në publik. Tani flasim pa mbyllur gojën. Tani flasim tamam. Duket se shumë njerëz po preferojnë tani kohët e fundit, vitet e fundit që të marrin trajnime për të përmirësuar të folurën e tyre në publik. Ndonjëherë edhe figura që mund të kenë vite që dalin në ekrane, që kanë, le të themi, janë të ekspozuar ndaj audiencës. Megjithatë, ta nisim nga mënyra se si ti u fute tek e folura në publik. Pra, ne përmendëm ventrilokuizmin, përmendëm regjin e teatrit, përmendëm faktin që ke luajtur role si aktore, dhe tani vim te kjo form tjetër e Arietës si profesioniste trajnuese në të folurin publik. Si ka nisur dhe pse pikërisht kjo? Përpara se unë të futesha në Akademinë e Arteve, pra të futesha rrugës së studimeve serioze dhe artistike, unë vi nga një background radiofonik. Që do të thot nga një shkollë radioje. Është është e mirë të cilësohet sepse asnjëherë nuk duhet të harrojmë nga kemi ardhur. Dhe ajo më ka ndihmuar jashtëmaste shumë për të qenë një artikuluese e mirë dhe për të nxjerrë potencialin e të gjithë vokalit. Akademia bëri formën tjetër që më përballi me publikun, kurse pjesa e të luajturit në filma dhe në teatr plotësoi të gjithë potencialin ndjesor, le të themi, për të realizuar role, karaktere, personazhe. Vendimi për të marrë dhe për të hapur një studio timen ka ardhur pikërisht në momentin kur kam pasur një performancë në teatr dhe aty më është dashur të bëj brenda një shfaqje, të bëj disa ndryshim karakteresh dhe dëgjova nga disa njerëz fjalën sharm, gjë që mu desh të hyja ta studioja çfarë ishte. Dëgjova fjalën artikulimi mirë, gjë që më desh të ndaloja dhe të mendoja se si dhe pse e kisha, dhe dikush në atë periudhë më kërkon që ta ndihmoj në lidhje me artikulimin dhe me të folurën sepse kishte dalje publike. Ndala dhe thash, kush është ajo gjëja që unë di ta bëj më mirë dhe cila është ajo që unë do performoj realisht në të gjithë 100% tim. Kam dalur dhe besoj që diku tek 7 apo 8 javë unë kam qenë në pauzë vetëm duke hetuar se kush ishin gjërat që unë mund të jepja tek të tjerët. Pastaj është hapur një ajekt shumë i vogël, ndoshta pa luks. Në krye të atij viti është hapur një ajekt shumë i madh, janë bërë skenat, janë bërë ato realizimet e bukura të një studio të mirëfillt. Dhe aty nisi rrugtimi i kurseve të aktrimit, kurseve të folurit në publik dhe vazhdimësia e ventrilokuizmit. Cindy ka qenë gjithmonë me mua në këto periudha. E mbajmend. Po. E mbajmend tani që ma kujtove si detaj. Po. Kështu që ky është një fillim, nuk ka qenë fillim i lehtë, por ajo që kam ditur është që unë nuk kam asgjë për të humbur dhe pasi e kam hapur, ju kam thënë njerëzve që unë kam hapur një studio. Gjithë mendonin që është një studio fotografie, një studio montazhi, është një studio që unë mund të jepja atë që dija. Në të gjithë këto vite kam mësuar shumë. Tani jemi në kulmin e punës. Më e rëndësishmja nga të gjitha studiot është studio e të folurit në publik, sepse ti ke ndihmuar rreth 1000 persona, siç është kjo shifra që qarkullon sa njerëz ka mësuar Arieta që të flasin në publik, rreth 1000 persona. Unë dëshiroj që edhe më shumë se kaq të kesh ndihmuar, po kur shoh për shembull në televizor politikan, njerëz publik të rëndësishëm që kanë një lloj tashmë edhe ndoshta prej përvojës së të dalurit në publik, kanë një lloj vetbesimi në të folur, një lloj ndoshta edhe që e tejkalon vetbesimin.
mendoj që sa prej këtyre Arieta I njeh se si janë nga pas. I njeh se si janë në pasiguritë e tyre, si kanë qenë në fillim, si belbëzonin në fillim. Shiko, unë nuk merrem shumë me pjesën se si kanë qenë dhe ku janë handikapet, se sa për dëshirën e mirë që dikush ka të ndryshojë. Dhe kjo është për të vlerësuar tek brezi I sotëm, tek njerëzit që sot dalin dhe flasin ndoshta edhe me më shumë besim se ç'duhet ose me në një nënvlerësim për veten, një njeri kur merr hapin dhe thot unë dua të ndryshoj dhe të jem në një performancë të mirë publike, unë këtë vlerësoj. Pastaj me pjesën tjetër merrem dhe ajo mbetet aty, nuk ekspozohet. Sigurisht, është marrëdhënia e privilegjuar midis psikologut dhe pacientit, Paka shumë është ashtu, paka shumë. Në momentin e parë tham, janë mbi 1000 persona të cilët ti ke ndihmuar për të perfeksionuar artin e komunikimit. I kam trajnuar, se kur thoni kam ndihmuar, duket sikur I ke trajnuar. Në fillim të trajnimit, çfarë vëre të jenë gabimet më të mëdha që bëhen në komunikimin? Sa e bukur kjo pyetje, vërtet, që mund t'i bëjmë dhe ne ose edhe të tjerë që mund t'i kesh hasur. Edhe duke na parë ne, se unë jam e bindur gjithë ne kemi probleme me komunikimin. Edhe në qofshim njerëz të medias dhe në paçim vite e vite me radhë. Në radhë të parë nuk dëgjojmë. Ky është problemi I parë që kemi si shoqëri, duam vetëm të flasim. Të ndalësh, të dëgjosh, të perceptosh është art komunikimi. Kështu që pastaj pjesa tjetër rregullohet. Po ditë të ndalësh, të dëgjosh dhe pastaj fillon puna. Po nuk është kaq e thjeshtë. Mirë, unë e kuptoj që në kuadrin edhe të një farë moralizimi kjo është e vërtet dhe kjo qëndron. Jo, nuk është moralizim. Kjo është e vërteta e shoqërisë tonë. Kështu jemi. Nuk dëgjojmë, ne duam të flasim, duam të tregojmë, duam të themi atë që kemi bërë ne, e kemi bërë, e kam bërë unë, se e di ç'a bëra unë, se ti nuk e di se çfarë I thash unë, po kur më tha unë ja thash, dhe ne nuk shikojmë pak më 1 minutë heshtje se çfarë. Jam plotësisht dakord. A mundesh të ndash diçka interesante, po them nga kjo fusha e trajnimit të komunikimit publik me ne dhe me publikun? Diçka interesante, pa përmendur emra, pra duke ruajtur diskrecionin absolutisht, diçka që ndoshta ty të ka frymëzuar, po them. Okej. Nuk mund të them frymëzuar, por mënyra se si unë e filloj një trajnim të folurit në publik, sepse kuptohet është një trajnim I mbajtur nga një profesioniste dhe nuk mund të tejkaloj etapa, fillon që nga frymarrja dhe frymarrja është baza. Dhe zakonisht kur trajnoj persona që nuk e kanë përpiluar mirë informacionin që unë kam dhënë në seancën e parë, se si zhvillohet trajnimi dhe vinë në trajnim, por kryesisht vinë dhe nga zona, pra vinë nga Kosova, vinë nga treva të ndryshme, dhe më duhet të citoj nga Kosova për shumë këton. Që beari, me pagu pare me marë fryma. Logjika qëndron. Po, logjika qëndron. Dhe në fakt ne kemi të domosdoshme të paguajmë para për të mësuar të marrim frymë, se kujtoj tani nga një tjetër profesionist, po këtë herë në fushën e sporteve, më bëri të kuptoja që në aq vite të jetës time unë kisha marrë frymë gabim, dhe vetëm çasti që kisha marrë frymë mirë kanë qenë kur isha bebe. Po, ajo është frymarrja bebave, sigurisht ajo që ndihmon për frymarrja me diafragmë. Me diafragmë, ajo është frymarrja. Ja, e mbaj dhe unë mend një gjë nga trajnimi me Arietën. Të vetmen që ke arritur të bësh. A ka ndonjë personazh publik që ti e ke parë të përmirësohet ndjeshëm gjatë trajnimeve? Një emër që mund ta përmendësh? Janë disa emra që mund të përmend, nuk është se në fillim kanë pasur pak siklet njerëzit që po bënin një trajnim të folurit në publik, apo si do ta merrte tjetri, se nëse ti do t'i thoje një shoqes tënde ose një shoku tënd, thoshte, "E ç'as di me folti që tu shku atje?" Kështu që paragjykimi ishte pak më I lartë. Kurse sot jemi, le të themi, në krye të 11 viteve që unë kam startuar si trajnim dhe janë më mendje hapur dhe din çfarë duhet dhe nëse nuk bëhet ajo që duhet, çe don. Kështu që është më mirë të bëhet.
Vasil Naçi është një nga emrat që e përmend gjithandej që unë trajnohem dhe duhet të trajnoheni. Meqense fjala Warren Buffett është trajnuar, është një nga njerëzit më të pasur të botës edhe e thot me bindjen e plot që nëse doni të bëni biznes, duhet filloni të trajnoheni të folurin në publik. Një nga politikanët dhe biznesmenët gjithashtu shqiptar është Vullnet Sina, i cili e ka pranuar publikisht që duhet të trajnohem dhe duhet të përmirësohem pavarësisht stadit që kam dhe moshës që kam, nuk është ndonjë problem i madh. Nëse futemi ke zona e showbizit, Lei Kraja e trumpeton fuqishëm që unë vi nga një folur anglisht dhe më duhet një trajnim në shqip edhe i të folurit në publik. E të tjerë. Kështu që meqense jemi jemi në fushat elektorale, by the way. Nga figurat politike, figurat kryesore, ato që mbajnë peshën kryesore në ligjërimin publik politik në këtë moment, si do t'i vlerësoje në të folurin publik? Pra nëse do t'i shihje thjesht si eksperte e komunikimit publik. Kam dëgjuar një politikan të Durrësit, një intervistë dhe një publikim që kishte bërë një Alban Xhelili. Nuk e njoh kush është, më ka bërë shumë përshtypje artikulimi i atij zotëris dhe kush hyn dhe lexon dhe shikon kush është. Mua më ka prekur dhe për mos thënë që kur e pash u përlota, sepse ata që do ta shohin këtë intervistë dhe këtë gjendje tani do ta kuptojnë se pse kam këtë lloj qasje. Artikulon dhe shpreh ndjesinë që ka për të ndihmuar me botën e tij, me njohuritë, me dijen, me inteligjencën, me mençurinë. Ndërkohë që ne shikojmë ca prototipa të tjerë që thon, "Ha me, ku je me?" Mua kjo gjë më bën nuk më krijon një qasje të mirë. Nuk më krijon një qasje të mirë si qytetare, nuk më krijon një qasje të mirë si një trajnere të folurit në publik, nuk më krijon një qasje të mirë si artiste e këtij vendi dhe sigurisht që nuk e përqafoj dot. Qartë. Kështu që për sa i përket politikës, politika thjesht duhet të kuptojë që është aty për të na shërbyer ne. Jo ne duke shërbyer me një vot edhe të bëhemi hajde t'i japim votën se gjuna ta ngjisim prapë atje ku është apo ta zbresim nga atje ku është. Nuk është kjo. Ata duhet kuptojnë që janë për të na shërbyer. Nuk mund të flas dot tani foli kështu apo foli ashtu, sepse nëse kemi këtë lloj perceptimi jemi shumë larg të folurit në mënyrë protokollare apo në mënyrë serioze apo të kemi një qasje të mirë me audiencën. Besoj këto janë fjalët më të mira me të cilat mund të mbyllim këtë pjesë të dytë të intervistës me Arjetën. Dhe tani është momenti që të shkojmë tek kënga e radhës, Teddy Swims, Lose Control, dhe rikthehemi menjëherë në studio për të vijuar me disa pyetje për ta njohur pak më mirë Arjetën. Ja ku jemi rikthyer, vijoj të jem me Arjetën edhe me Violën në studio dhe po flistim për të folurin në publik. Ne ishim shumë kurioz për të mësuar për personazhet e jetës publike të cilët Arjeta i vlerëson shumë dhe na përmendi disa emra. Tani një personazh që e vlerëson më shumë, po them. Të fushës politike. Të fushës politike, patjetër se këta na interesojnë. Mos bër ti të morë djalë se kuptua. Okej, të fushës politike, meqense e kemi dhe në fushat, unë do votoja pa dyshim fare zotin Vullnet Sinaj që po përfaqëson dhe është duke kandiduar në zonën e Vlorës. Është një nga njerëzit që ditë mbështes dhe ka një platformë shumë të qartë të mbështetjes së njerëzve. Vjen dhe nga bota e biznesit, ka një vizion shumë të qartë për rritjen ekonomike të vendit dhe i pa diskutueshëm. Është një nga ata njerëzit që nuk e ka problem të pranoj absolutisht asgjë dhe asnjë lloj diskutimi apo që të ketë një lloj paragjykimi për njerëzit. Nëse ti je një artist, ai të ngres si artist. Nëse ti je një bujk, ai të ngres si një bujk. Nëse ti je një shkrimtar, ai do vlerësoj shkrimet e tua. Ai ka mbështetur edhe ventrilokuizmin apo jo?
në mënyrë të jashtëzakonshme. Është një nga njerëzit që ka thënë, po ne pse jemi këtu? Kur unë kam treguar gjithmonë ato pasiguritë e mia dhe gjithmonë atë stepjen time për realizimin e diçkaje, kuptohet nga ana financiare, e ka thënë ne jemi këtu. Kështu që ka dhënë një ditë të vlerësoj. Kjo është ajo që bën atë më të veçantë. Kështu që votën do t'ja jepja patjetër atij. Vota duhet mbetet e fshehtë. Vota e kujt? Po nuk votoj për Vlorën. E harova këtë detaj. Sa e madhe që je. Ne menduam se isha gati të thoja vota është e fshehtë, po ty bravo që e deklarove hapur. Po tash do t'ja. Po më të vëmend shumë more djema, më të vëmend. Çfarë prendo? E Arieta çishte ky kurs. Tani të njohim pak më mirë. Do bëjmë ca pyetje shumë të shpejta dhe duam përgjigje po ashtu shumë të shpejta. Filmi që të bën të qash sa herë që e sheh. Mbase jo të qash, por që të prek sa herë e sheh. PS I Love You, nëse flasim për filmat e huaj dhe Lulkuqe mbi mure shqiptar. Shumë. Libri që do doje ta kishe shkruar ti vet. Aq shumë e do, aq shumë të pëlqen pra. Në këto vitet e fundit kam studiuar shumë ventrilokuizmin dhe të folurin në publik. Pra janë dy rrymat që unë po përqendrohem. Përveç librave të tjerë që mund të jenë ndonjë roman ose ndonjë tregime për shembull që më pëlqejnë shumë. Do doja që të filloja vetë një libër, pa dashur të ripërmend ndoshta një midi i vezullues. I Khaled Hossein. Është një libër që ka lënë pak gjurmë tek unë. Po me se dhe kam luajtur Miriamin, nëse e njeh si libër, e kam luajtur dhe është i fortë si fort. Unë besoj që është libër që nuk i rikthehesh dot për herë të dytë. Nëse i përjeton ato ndjesi ashtu sikur se transmetohen. Nëse flasim për një speaker e po, nëse flasim për një artiste, flasim ndryshe. Dhe mbetemi tek libri jetës tënde. Nëse do shkruaje një libër për jetën tënde, si do ta titulloje? Arieta. Okay. Ose Arieta ndko, nëse do kishte përmbajtje ventrilokuizmi brenda, se janë tashmë 5 personazhe. Okej. Regjizori që të frymëzon më shumë në punën tënde, mund të përmendësh regjizor të huaj pa pasur asnjë konflikt interesi. Si të dëshirosh ti, ë? Regjizori që të frymëzon në punën tënde. Se ti je regjisor o Arieta, apo jo? Me profesion, ke mbaruar akademinë. Sa mirë që ma kujtove, ë? Po prandaj se u çuditë regjisorit. Jo, pyetja kush ishte regjizori që, pra varet nga se nuk isha tek po mendoja për Khaled. Ishte ndjell akoma, te deri vezullues. Okej. Nuk mund të vë një pik tek një regjisor, sepse unë nuk i shikoj asnjëherë në mënyrë shabllone filmat. Unë marr tek dikush marr fotografinë, tek dikush marr skenarin, tek dikush marr interpretimin. Nëse do përmendim për regjisor shqiptar, pastaj që ka një lloj brumi dhe sjell një ndjesi të fortë në ekran, do thoja pa dyshim Dimitër Anagnostin. Okej. Vazhdojmë tek pyetja e radhës. Autori apo autoria që e rilexon shpesh, pra me pak fjalë autori ose autoria e preferuar? Këtu më duhet të dal pak fare nga autoria. Ajo që unë kthehem shpesh dhe rigjej veten është Bibla. Okej, mjaft interesante. Libri më i vërtet që mund të ekzistojë. Mirë, muzika që ty të ndez shpirtin. Është polifonia. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë kombinimi i zërave, mënyra se si jepet, më mbahet. Më pëlqen klasikja, është ajo që më qetëson dhe më frymëzon. Nuk përjashtoj rryma, por mund të them që kjo opera, por kur kemi të bëjmë me opera me shumë zëra, ma çon shpirtin pesh. Qyteti ku do të jetoje përgjithmonë po të kishe mundësi? Kam zbuluar së fundmi se ku do ishte vendi përveç Shqipërisë. Unë Shqipërinë e dashuroj, nuk dua të jetoj këtu.
Ishte një vend interesant. Kam shëtitur në vende të ndryshme. Po mirë, mos ta e thuaj. Amerika jo. Okej. Po na e thuaj pra se jemi Zvicera. Okej. Edhe unë u çudita në fakt që pata një pëlqim aq të jashtëzakonshëm për Zvicrën. Interesante. Italia nuk do ishte keq, po Zvicra ishte Zvicër, nuk diskutohet. Okej. Një moment në sken që nuk mund ta harrosh. Moment, janë dy momente. Njerë kur më ka kapur e qeshura dhe na ka kapur të gjithëve si grup dhe nuk dinim ku fusnim kokën dhe ka qenë ajo salla rrethore e Metropolit dhe ngado që të rrotulloheshim ne kishim publik dhe nuk e di se si në ato momente nuk kanë plas mushkritë secilit nga ne dhe ne ishim flak të kuq, nuk pyeste një kishe grim apo s'kishe grim në fytyrë, thjesht flakërima doli. Mbaj mend që çfarë ju bëri ai shumë për të qeshur? Sepse ishte situatë, domethënë ti nuk e kontrollon, vjen një moment lodhje kur ti jep shumë shfaqje. Thjesht pam njërin nga kolegët që hyri me të mbathura, sepse ashtu ishte roli, ai kishte dalë 20 herë në 20 shfaqje, ashtu ne aty u kujtuam të qeshnim. Dhe na kap të gjithëve, se është tjetër kur kap njërin dhe hajtë se mbulojnë të tjerë, ne na kapi të gjithëve si grup dhe ishte totalisht një nga momentet më të bukura dhe më të sikletshme gjithashtu, sepse ka adrenalin, por u kamuflua bukur. Kurse moment tjetër që un kam dashur mos të jap se sa shumë jam e emocionuar dhe e prekur, ka qenë momenti kur Cindy ka përjetuar atë që ka thënë unë dua të jem njeri. Bukur. Kështu që më është dashur ta mbaj. E fundit Viola. Jepi Viola sepse Razilja. E fundit. Po, dua t'i bëjmë edhe këto shpejt. Hajde shpejt. Megjithatë, jepi. Këshilla që të ka ndihmuar më shumë në jetë ose që këshilla që nuk do e harrosh asnjëherë. Mami im thot gjithmonë sa herë kam diçka për të bërë guxo. Më bën ti këtë. E je zonja. Vazhdoj me gon shpejt. Një ëndër që se ke realizuar ende. Që kam parë apo që e kam? Jo, si ëndër, jo ëndër në kuptimin drejt për te. Në fakt tani nuk jam në fazën e ëndrave, jam në fazën e vizioneve. Kështu që I realizov të gjitha. Jemi faleminderit. Shpejt. This or that. Kjo apo ajo shpejt përgjigje lidhur me gjërat të cilat krahasohen me njëra tjetrën. Skena apo klasa e trajnimit? Të dyja. Janë të ndara të dyja, 6 muaj njëra, 6 muaj tjetra ose 9 muaj njëra, 3 muaj tjetra. Balans, kjo është ajo që na duhet në jetë. Po. Cindy apo Gjateli? Të dy. Teatri apo kinemaja? Të dyja. Jepi e gon. Fjalimi i përgatitur apo improvizim total? Nëse do ishte për mua, i dyti. Të qeshur apo lot në publik? Të dyja. Në shfaqjen e ventrilokuizmit do t'i gjeni të dyja. Shqipëri apo jashtë? Shqipëri. Kukull apo mikrofon në dorë? Nëse nuk ka kukull, nuk ka pse të jetë mikrofone. Artist rebel apo trajneri disiplinuar? Trajneri disiplinuar. Mëngjes i qetë apo natë kreative? Të dyja. Funksionojnë bashkë. Audiencë e madhe apo një bisedë intime? Varet nga kush është ky intimitet. Dhe fundit, fjalë apo heshtje? Si ta ndash? Nëse nuk ka heshtje, nuk ka fjalë. Bukur. Arieta, bukur, ishte kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua. Do kemi një herë të dytë, besoj? Patjetër që po. Të falenderojmë shumë që ishe me ne në Kinotek. Ne do të shkojmë tek kënga e radhës, Nina O, që e dëgjojmë gjithandej dhe pastaj rikthehemi më një herë t'ju prezantojmë se çfarë do të kemi në Cineplex vetëm nesër. Mirë, ja ku jemi rikthyer pas kësaj bisede mjaft të këndshme dhe interesante, të paktën për mua, por besoj edhe për ju që na ndoqët, edhe për Violën gjithashtu. Unë shijoj çdo bisedë këtu në Kinotek. E kam të sigurt. Tani, duke qenë se ne këtu i kemi të gjitha, është radha e Cineplexit. Kështu që nga nesër shkoni ose mund ta blini edhe që sot biletën, nëse nuk e keni bler. Më thuaj. Kush më ka ngrënë kokoshkat? Unë ti kam ngrënë, se nuk e di. Po bollë buridheu. Po më pëlqejnë kokoshkat. Unë e kuptoj që janë të shishme. I kam kaluar ato faza Viola. Kote ke, nuk po vëdot në seder. Thunderbolts, në këtë kapitull të ri që vjen nga Marvel, në këtë premier të ditës së nesërme nga 1 maj 2025 në Cineplex Albania, një grup anti-heronjsh përfshir Jelena Belovën, Florence Pugh,
Bucky Barnes, që luhet nga Sebastian Stan, dhe Red Guardian nga David Harbour bashkohen për një mision të rrezikshëm dhe të paqartë në një univers ku Avengersat nuk janë më të disponueshëm. Me një ton më të errët, më emocional dhe më njerëzor, Thunderbolts me regji të Jake Schreier sjell një përzierje të aksionit, dramës dhe tensioneve të brendshme, duke i dhënë një pamje të freskët dhe të papritur botës që e dua më shumë, botës së superheronjve. Kështu që e dini ç'o bëni nesër në 1 maj, se ditë punëtore është për protest. Ju në protest nuk shkoni në Cineplex. Mirë, ne kemi arritur në përfundim të Kinotekës edhe për këtë episod. E dini, na pret takimi i radhës të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Si ajo kënga Alban Skënderaj, çdo pasdite fiks në orën 5 te Kinoteka të Pres. Nuk e di nga më erdhi gjithë ky frymëzim tani. Na gjeni në YouTube, Instagram, gjitha rrjetet sociale, Spotify me audio dhe video. Ne ju përshëndesim këtu. Kaloni mirë dhe mirupafshim. Mirupafshim.